28 familje në rajonin e Anamoravës janë pa asnjë pikë uji në rubinetet e tyre qysh nga janari. Krejt kjo pasi që kompania rajonale e ujësjellësit Hidromorava është duke realizuar shkyqje të plota për borxhlitë e saj, madje edhe për ata që kanë vetëm 2 fatura të papaguara. Nga këta 13.000 e diçka konsumatorë të cilët kanë mbi 2 fatura të papaguara, ne kemi një plan, një strategji të cilin e kam miratuar edhe bordi i drejtorëve, që ka të bëjë me zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe rritjen e inkasimet. Sipas këtij plani ne kemi klasifikuar konsumatorë që kanë nga 2 fatura, por 50 euro borxh e përpjet, por edhe ata të cilët kanë mbi 1.000 euro borxh. I kemi një kategori të cilën jemi duke e kërkuar mbledhjen e borxheve përmes asistencës së policisë. Në këtë kategori janë konsumatorët siç e ceka që kanë mbi 1.000 euro borxh, por edhe konsumatorët të quaj kushtimisht problematik të cilët nuk lejojnë shkyqjen edhe nuk përgjigjen fare në obligimet që kanë ndaj kompanisë. Për ata që nuk kanë mundësi ta shlyejnë të gjithë borxhin menjëherë, kompania ka lënë të hapur mundësinë e riprogramimit të tij përmes kësteve mujore. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, konsumatori largohet menjëherë nga lista e shkyqjeve dhe pezullohen procedurat përmbarimore. Për mos marrë deri te shkyqja e konsumatorëve dhe me ngarku konsumatorët me borxhe shtesë për shërbimet të përmbaruesit, ftojmë konsumatorët që të lajmërohen në kompaninë tonë, në zyrat tona Gjilan, Kameniz dhe Viti, të bëjnë kompania mundson ofrimin e shërbimeve, riprogramim të borxhit me rata deri në 48 rata, varësisht nga gjendja ekonomike e konsumatorët dhe vlera e borxhit. Nga një korriku, kompania rajonale e ujësjellësit Hidromorava do të intensifikojë shkyqjet në terren, kësaj radhe në bashkëpunim edhe me Policinë e Kosovës, për të parandaluar çdo rezistencë të mundshme nga ana e qytetarëve. Borxhi total i konsumatorëve ndaj kompanisë Hidromorava arrin në mbi 6.4 milion euro.